Gjesti i shokuar me vdekjen e vëllaut. Sot ka ndëruar jetë tragjikisht vëllai i Gjestit pas një aksidenti me motocikletë. Një aksident në Bllagaj të Pejës ka qenë fatal për një të ri në mesditën e sotme. Viktima është Eldion Kelmendi, vëllai i reperit Gjesti. Aksidenti ka ardhur si pasojë e përplasjes së motorit katërrotësh me një veturë në lëvizje. Kadri Berisha është në gjendje të rëndë dhe është në spitalin e Pejës. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me emergjencën ku mjeku ka konstatuar vdekjen e një personi. Një tjetër ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës, ka thënë zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Për këtë aksident ka njoftuar edhe banorët e fshatit Treboviq. Një aksident i rëndë ka ndodhur në fshatin ton, përkatësisht afër fshatit Çungur, ku nga ky aksident ka mbetur i vdekur në vend vëllau i Gjestit, Eldion Kelmendi. Po ashtu në gjendje të rëndë është edhe një banor i fshatit ton, i cili ishte i përfshirë në këtë aksident dhe tani ndodhet në spitalin e Pejës.